Ndër të tjera do ndiqni të paktën 150 krerë bagëti të imta kanë ngordhur në një nga fermat në fshatin Val të njësisë administrative Martanesh të bashkisë Bulqiz. Pas Shkodrës dhe në këtë zonë është shfaqur sëmundje murtajës ruminantëve të vegjël të bagëtisë. Pas ndeshjes Shqipëri-Serbi, një grup të rinj shudhunua nga efektivet e Shqiponja dhe kjo pas shkak. Pas publikimit të videos nga redaksia jonë mësohet se të rinj në Tiranë u dhunuan me urdhër të Alban Laçit, deri tani asnjë reagim nga institucionet. Një sulm i armatosur ndaj senatorit konservator kolumbian dhe kandidatit të ardhshëm presidencial Miguel Uribe ka tronditur vendin dhe ka ngjallur reagime të forta brenda dhe jashtë Kolumbisë. Kandidati i ardhshëm presidencial është në gjendje kritike për jetën. Shikues të nderuar, ju përshëndes në këtë edicion informativ këtu në ekranin e televizionit. Adheu pas Shkodrës, një fermë bagëtish të imta në fshatin Val të njësisë administrative Martanesh të rrethit Bulqiz është prekur nga sëmundje murtajës. Deri tani mësohet se ka ngordhur 150 krerë bagëti, ndërsa rrezikohet e gjithë tufa e cila ka afro 700 krerë. Në fshatin Val të Martaneshit në Bulqiz, është përhapur sëmundja e murtajës që ka prekur mbi 150 bagëti të cilat kanë ngordhur. Bëhet me dije se nga kjo sëmundje alarmante, rrezikohet e gjithë tufa e cila ka afro 700 krerë të kësaj ferme, në pronësi të blegtorit Bajram Mata. Janë marrë analizat, të cilat janë dërguar pranë institucionit përkatës në Tiranë, dhe se janë në pritje të përgjigjeve të analizave për të përcaktuar shkakun e sëmundjes. Drejt fermës janë nisur specialistët drejtorisë rajonale të ekstensionit bujqësor në Dibër, të shërbimit veterinar në nivel qarku, si dhe përfaqësues të shërbimit veterinar pranë bashkisë Bulqiz. Autoritetet janë në gjendje alarmi dhe po marrin masa për të kufizuar përhapjen e sëmundjes dhe për të mbrojtur tufat e tjera në këtë zonë. Kujtojmë se rasti i parë i murtajës së bagëtive u identifikua javën e kaluar në një fermë për mbashtimin e dhive në njësinë administrative Postrip në qarkun e Shkodrës, ku janë marrë masa të menjëhershme për izolimin dhe asgjësimin e krerëve të infektuara. Pas identifikimit të rastit, nisi procesi i eliminimit të kafshëve të sëmura, ndërkohë që zona është izoluar në një rreze prej 3 deri në 10 kilometrash. Detajet të reja kanë dalë në dritë lidhur me dhunën ndaj një grupi të rinj nga policët pas ndeshjes Shqipëri-Serbi. Pas videos publikuar nga redaksia jonë, mësohet se urdhri është dhënë nga komandanti Alban Laçi i forcave shqiponja. Mesditën e 8 qershorit, redaksia jonë raportoi në mënyrë ekskluzive dhunimin e një grupi djemsh të rinj nga efektivet e repartit Shqiponja në Tiranë. Në pamjet e siguruara nga vendi i ngjarjes, duket momenti kur efektivët shtrin për tokë të rinj dhe i dhunojnë duke i goditur me shpulla dhe shkelma. Ishin vetë djemë të përfshirë në ngjarje, të cilët denoncuan dhunën që policia ushtroi ndaj tyre në mënyrë të pakuptim. Megjithëse deri më tani nuk ka patur asnjë reagim nga institucione si Agjencia e Mbikëqyrjes Policore apo vetë policia e shtetit, të tjera detaje kanë dalë në dritë. Siç duket, efektivet e Shqiponjave kishin dalë me urdhër mbrëmjen e 7 qershorit në rrugët e Tiranës për të dhunuar të rinjt në fjalë. Sipas informacioneve të brendshme nga policia, urdhri është dhënë nga komandanti Alban Laçi, një emër që me futje në repartin Shqiponja duke se është trimëruar. Djemt të cilët ishin duke festuar pas përballjes së Shqipërisë me Serbinë, thonë se u dhunuan brutalisht nga policia, që nga zona e bllokut ku ndaluan dhe deri kur u dërguan në komisariatin numër 2. Siç duket, drejtuesit e policisë po bëhen palma Alban Trimin dhe nuk po reagojnë për këtë ngjarje e cila ul ndjeshëm besimin e qytetarëve te uniforma e rendit. Kjo ngjarje kërkon një hetim të imtësishëm nga organet kompetente për të bërë të mundur që të gjithë personat që kanë ushtruar dhunë të marrin dëshkimin që parashikon ligji. Pamjet dëshmojnë se policia shndërrohet në protagoniste të dhunës, ku në fakt duhet të jetë e kundërta që uniformat e shtetit të ndalen këtë sjellje të rrezikshme. Sherri mes komshinëve në Allia s'ka nxjerrë në pa detaje të reja. Mësohet se motivi i ngjarjes ka qenë dyshimet e autorit mbi të plagosurin se i ka ngacmuar bashkëshorten. Sandrino Baci sapo ishte kthyer nga Italia teksa autori i ngjarjes menjëherë pas plagosjes është larguar nga vendi i krimit. Një ngjarje e rëndë u regjistrua mëngjesin e 8 qershorit në kryeqytet, konkretisht në Allias. Një 31 vjeçar u plagos me armë zjarri në zonën e Alliasit në kryeqytet rreth orës 7:50 minuta të mëngjesit. Shtetasi Corrado Teodori, 38 vjeç, plagosi në këmbë me armë zjarri fqinjin e tij, Sandrino Baci, 31 vjeç. Bëhet e ditur se i plagosuri dhe autori janë komshi me njëri tjetrin dhe më herët nuk kanë patur konflikte.
Nga hetimet paraprake dyshohet se i plagosur i ka ngacmuar bashkëshorten e autorit, Sandrino Baci, sapo ishte kthyer nga Italia, ndërkohë që arma me të cilën është qelluar ishte pistolet, e cila ende nuk është gjetur, teksa autori është arratisur menjëherë pas ngjarjes. Autori, Corrado Teodori, ka vëzhguar për disa minuta Sandrino Baci në banesë sapo ky i fundit ka dalë, ka ndjekur deri te rruga, aty ku dhe debati ka nisur me tone të ashpra pasi Baci ka mohuar që të ketë ngacmuar bashkëshorten e Corrado Teodorit. Pas disa minutash, Teodori e ka qelluar me armë në pulpën e këmbës 2 herë Bacin dhe më pas është larguar. Media britanike The Times i ka kushtuar një artikull Shqipërisë duke vënë në fokus kontrastin mes plazheve gjithnjë më të populluara të Rivierës shqiptare dhe thellësive të vendit ku gjenden fshatra të qetë, lumenj të egër dhe përvoja të pazakonta vetëm në vendin tonë. Media britanike The Times i ka kushtuar një artikull Shqipërisë duke vënë në fokus kontrasti mes plazheve gjithnjë më të populluara të Rivierës shqiptare dhe thellësive të vendit, ku gjenden fshatra të qetë, lumenj të egër dhe përvoja të pazakonta. Shqipëria është vizituar nga pothuajse 12 milion turistë në vitin që shkoi, shumë prej të cilëve u tërhoqën nga pushimet e përballueshme në Bregdet, por një agjenci ballkanike ofron një alternativë më të qetë dhe aventureske përmes tureve të organizuara në jug të vendit. Gazetarja britanike Laura Sanders mori pjesë në një tur 7 ditor në maj, që përfshinte qytete bregdetare, vende të UNESCO-s, ujvara të fshehura dhe rafting në lumenj të egër. Ajo përshkruan eksperiencën e saj në Qeparo, ku qëndroi në një bujtim familjare mes fshatit të vjetër në Kodër dhe atij të ri Buzdetit, duke shijuar mikpritjen dhe ushqimin vendas. Plazhet ishin të qeta dhe natyra e paprekur. Udhëtimi vijoi në Gjirokastër, qytet me arkitekturë osmane dhe histori të pasur. Vizitorët u mahnitën nga kalaja shekullore dhe pazari tradicional, ndërsa kujtohej edhe historia e diktatorit Enver Hoxha, që ka lindur aty. Më pas, grupi u nis drejt Zagorisë përmes shtigjeve malore, ku ndaluan në fshatin Oshtev dhe vizituan një kishë të shekullit 12 me afreske të rralla. Një tjetër ndalesë mbreslënëse ishte në luginën e Vjosës, ku qëndruan në një shtëpi 120 vjeçare restauruar nga familja Cullufe. Përmes rrëfimeve mbi jetën para dhe pas rënjes së komunizmit, vizitorët përjetuan lidhjen me historinë dhe trashëgimin shqiptare. Peizazhi i lumit të egër dhe shtëpi e kthyer në monument kulture dha një ndjesi autentike të vendit. Eksplorimi përfundoi në fshatin Lim Buz liçenit të Ohrit, një pasuri natyrore mbrojtur nga UNESCO. Grupi ushtroi aktivitete si kajak dhe biçiklet në plazhet e izoluara me guralec dhe zonën përreth liçenit. Udhëtimi u mbyll në Pogradec, një qytet me atmosferë të gjallë që ofron ndjesi nostalgjike dhe pushime të thjeshta, por të këndshme. Në tërësi, artikulli përshkruan Shqipërinë si një destinacion që kombinon aventura në natyrë, mikpritje tradicionale dhe trashëgimi të pasur kulturore, duke paraqitur si një alternativë tërheqëse për turistët që kërkojnë përvoja të veçanta dhe autentike në Ballkan. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Itali, një 59 vjeçar shqiptar është shëlluar me armë në kokë. I plagosuri është identifikuar si Fatos Cenaj, ndërsa ndodhet në gjendje kritike në spital. Deri më tani nuk dihen shkaqet e kësaj ngjarje, teksa autoritetet po vijojnë hetimet lidhur me ngjarjen. Një 59 vjeçar shqiptar është shëlluar me armëzjarri në kokë në orët e para të mëngjesit të ditës së djeshme, në Fontanivia të Italisë. Mediat italiane shkruajnë se disa shofer kanë vënë një ciklist të shtrirë në tokë, duke menduar se kishte pësuar aksident rrugor. Pasi ka mbritur ekipi mjekësor, është konstatuar se 59 vjeçari identifikuar si Fatos Cenaj kishte një plagë në kokë të shkaktuar me një armë zjarri. Më pas ai është dërguar menjëherë në spital, ndërsa sipas mediave italiane, gjendja e 59 vjeçarit është kritike. Policia atje po punon për të zbardhur shkaqet e ngjarjes së rëndë. Në kuadër të hetimeve, janë administruar të gjitha pamjet e kamerave të sigurisë në zonë dhe janë marrë në pyetje dëshmitarët e ngjarjes. Një ngjarje tronditëse është regjistruar në Kolumbi. Senatori dhe kandidati i mundshëm presidencial është shëlluar me armë gjatë një tubimi elektoral. Autoritetet vazhdojnë hetime ndërsa situata mbetet e tensionuar në vend.
Një ngjarje tronditëse ka ndodhur në kryeqytetin kolumbian ku senatori dhe kandidati i mundshëm për president Miguel Uribe Turbay u qellua me armë gjatë një tubimi elektoral në lagjen Modelia, parkun El Golfito. Miguel ndodhet në gjendje kritike pas operacionit të emergjencës, ndërsa 2 persona të tjerë plagosën gjatë sulmit. Një adoleshent 15 vjeçar është arrestuar në ngjarje me armën e përdorur një pistolet kalibri 9 mm. Ky incident ka tronditur opinionin publik në Kolumbi dhe ka ringjallur kujtimet për vrasjen publike të viteve 1990. Presidenti Gustavo Petro ka dënuar ashpër sulmin dhe ka urdhëruar hetim të plotë për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e përgjegjësve. Autoritetet vazhdojnë hetimin ndërsa situata mbetet e tensionuar në vend. Rusia ende nuk ka marrë përgjigjen e saj të plotë ndaj një sulmi me dron të Ukrainës fundjavën e kaluar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Ukrainën në Rusia gati të hakmerret, priten sulme të fuqishme në ditët në vijim. Moska mund të hakmerret duke goditur selinë e shërbimit të sigurisë së Ukrainës. Sipas zyrtarëve amerikanë, Rusia ende nuk ka ndërmarrë përgjigjen e saj të plotë ndaj sulmit me dron të Ukrainës fundjavën e kaluar dhe pritet që në ditët në vijim të ndërmarrë një goditje të madhe dhe të shumanshme. Një nga zyrtarët është shpreh se Moska pritet të reagojë me një sulm asimetrik që nuk do të pasqyrojë mënyrën e sulmit të Ukrainës. Ndërkohë një tjetër zyrtar shtoi se Rusia ka gjasa të përdor kapacitete të ndryshme ajrore, përfshirë raketa dhe dron. Edhe pse Rusia lëshoi një breshëri raketash dhe dronësh në Kievit të premten, Shtetet e Bashkuara të Amerikës besojnë se kjo ishte vetëm një pjesë e reagimit dhe pjesa më e rëndë pritet të vijë. Diplomat perëndimor spekulojnë se objektivat të mundshëm janë ndërtesa qeveritare apo selitë të shërbimeve sekrete të Ukrainës. Eksperti i çështjeve ruse, Mikhail Kofman, thotë se Moska mund të hakmerret duke goditur selinë e shërbimit të sigurisë të Ukrainës apo qendra prodhimi të mbrojtjes. Sipas tij, megjithatë Rusia ka kufizime për të rritur më tej intensitetin e sulmeve, pasi ka konsumuar shumë nga kapacitetet e saj ushtarake gjatë muajve të fundit. Nga ana tjetër, sulmi i Ukrainës, i quajtur rrjeta e Merimangës, përfshiun 117 dronë të lëshuar nga brenda territorit rus dhe goditi rreth 20 aviona luftarak sipas vlerësimeve amerikane, për të cilëve rreth 10 janë shkatërruar plotësisht. Moska zyrtare mohon humbjen e avioneve, por blogerët ushtarak rus raportojnë dëme serioze në të paktën 12 avionësh. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili tha se kishte folur në telefon me Putinin, tregon se i kishte kërkuar atij të mos hakmerrej, por sipas tij nuk do të jetë e bukur ajo që pritet të ndodhë. Shikues të nderuar, ishin këto informacionet e përgatitura për ditën e sotme. Bashkë mirupafshim.